Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shpallur zyrtarisht nisjen e protestave kombëtare, të cilat sipas tij do të vazhdojnë pa ndërprerje deri në krijimin e një qeverie teknike. Gjatë një mbledhjeje të kryesisë së PD-s, Berisha njoftoi se protesta e parë kombëtare do të mbahet më 22 dhjetor në bulevardin Dëshmorët e Kombit, përpara godinës së kryeministrisë. Në një fjalim të gjatë dhe të ashpër, Berisha e përshkroi situatën politike në vend si një moment ekzistencial për opozitën dhe demokracinë shqiptare. Ai deklaroi se Shqipëria ndodhet sipas tij në një diktaturë autoritare, ku zgjedhjet janë shndërruar në farsë dhe ku drejtuesit e partive kryesore opozitare janë arrestuar në vit elektoral. Berisha akuzoi qeverinë se po përdor të gjitha instrumentet e shtetit për të deformuar vullnetin e qytetarëve, duke përmendur gjoba dhe kamata që sipas tij arrin në vlerën 2 miliardë euro dhe prekin drejt për drejt rreth 200.000 familje dhe 84.000 biznesa aktive. Megjithatë, ai theksoi se pavarësisht këtij presioni, qindra mijëra shqiptar kanë votuar opozitën dhe Partinë Demokratike, të cilën e cilësoi si forcën e parë politike. Sipas Berishës, PD ndodhet sot përballë një zgjedhjeje vendimtare, ose do të vazhdojë të marrë pjesë në atë që ai e quajti farsa elektorale, ose do të vendosë si objektiv rrëzimin e qeverisë aktuale, rikthimin e votës së lirë dhe krijimin e një qeverie teknike që do të garantojë zgjedhje të ndershme. Ai hodhi akuza të forta edhe ndaj parlamentit, mediave dhe faktorëve ndërkombëtar. Berisha deklaroi se parlamenti kontrollohet plotësisht nga qeveria dhe është ndërruar qëllimisht në institucionin më të diskredituar në vend. Mediat sipas tij janë kthyer në autoparlant të pushtetit, ndërsa lobimi ndërkombëtar ka zëvendësuar standardet dhe kriteret demokratike. Në këtë kuadër, Berisha foli për artikuj dhe deklarata ndërkombëtare që sipas tij janë rezultati i lobimit të paguar, duke pretenduar se paratë e taksapaguesve përdoren për të blerë deklarata dhe mbështetje politike jashtë vendit. Çfarë do të bëjmë ne? Ishte pyetja që Berisha përsëriti disa herë gjatë fjalës së tij, duke kërkuar nga strukturat e PD-s që të mos filozofonin, por të përqendronin të gjithë energjitë tek protesta dhe përballja me qeverinë. Ai theksoi se sipas tij, qeveria aktuale nuk mund të largohet me votë dhe se vetmja rrugë mbetet presioni qytetar përmes protestave masive. Berisha u bëri thirrje demokratëve dhe qytetarëve të bashkohen më 22 dhjetor në protestën kombëtare, duke shtuar se ato nuk do të ndalen deri në ditën kur në Shqipëri të krijohet një qeveri teknike. Agjendë tjetër nuk ka dhe nuk mund të ketë Partia Demokratike, përfundoi Berisha, duke e bërë të qartë se protesta do të jetë boshti kryesor i veprimit opozitar në muajt në vijim.